Në vitin 1982-83 regjistrohem në shkollën e lartë pedagogjike në Gjelan, drejtimi për edukatore. Atje takohem me pedagog të shkëlqyshëm, të cilët na rënjosën dashurinë për këtë profesion, sidomos gjatë punës praktike që zhvillonim në për çerdhet kopshtet e qytetit Gjelanit. Në pranverën e vitit 1983 e kena pasi obligim para se të hymë provime, me ardhë me kry praktiken 2 javore. Ke mujt me kry edhe në qytet atje, por e preferueshme ka qenë të kryhet në vendlindje. Dhe unë me atë udhëzim që kam me kry punën praktike, vi në çerdhen e Ulqinit që ekziston edhe sot këtu të rrethi ku dhe punoj. Aty nuk njifshe kërkan, trokas në derë. Derën me hap drejtoresha dhe ishte edhe sekretaresha. Më pyet pse kam ardhur, i tregoj arsyn. Ndër tjera më thot edhe ku je? I tregoj edhe emrin e prindit, mirë po nuk i bani përshtypje. Sekretaresha ja vrej veshin ai mbiemri Rexa, dhe i thot që kjo është mbesa e profesorave të përndjekur prej qendrës shkollore. Ja kështu fillova unë ditën e parë të punës praktike në këtë kopsht. U ktheva me atë vërtetim që kam kry praktiken, dhe atje korri sukses, si shtatë edhe vetë, fitoj edhe lavdatën si studente e datuar, dhe në vitin me 17 korrik, vitit 1984, diplomoj, me ato diploma dhe me sukses të mirë, kërkoj punë në qytetin e Ulqinit, por mjeresht, e po atë të vështirë të punësohem, u desh të kalonin 8 vite që unë të fitoj vendimin si edukatore e rregullt në kopsht. Kam punu ndërkohë me zëvendësime kur kishin ato nevojë, kur ndonjëra prej 2 kolegeve kishte pushim mjekësor apo pushime tjera, kështu që ishte dash 8 vite të pres për punësim. Në bëj pak ka dallimin si ishin kushtet mësimdhënies atëherë me sot, me qenë se kalove dekada nëse. Kushtet e mësimdhënies atëherë kanë qenë vajgje të vështira, Kena pas një klasë, më kujtohet kur kam filluar, kena pas një klasë në shkollën Marshalltit, tjerë në fund korridorit. Ajo klasë ka qenë e lidhur me shkollat tjera, me klasët tjera. Fëmijët nuk kanë pas hyrje të veçantë as ambient sanitar të veçantë, po ishte dashur bashkë me fëmijët e tjerë, kjo ka qenë mjaft e rrezikshme. Grupet kanë qenë shumë të narkume me fëmijë. Çka s'ka qenë as inventari, s'ka qenë i përshtatur për moshën e fëmijëve. Fëmijëve nuk ju mrinin kam toks, ato ishin karrika për moshën shkollore. Tavolina fëmija i çonte durt, nuk mrinte. Pra kështu ka qenë fillimi, ndërsa sa për lodra, për furnizim me mjete, nuk kena pas, shumë pak kena pas, ke pas një shkoms, një tabel klase, edhe me fol, me lexu.